Orari i linjeve të autobuseve në tabelen ku tregon minutat se për sa kohë do të vijë autobusi i radhës, duket se vetëm harxhon rrymë kot, pasi nuk përputhet me realitetin e pritjes. Pensionistë, nxënës e qytetarë që shkojnë në punë, edhe sot priten me orë të tëra për autobuset e vonuar të transportit urban të kryeqytetit. Në stacionet më të frekuentuara, pritjet zgjatin. Qytetarët presin në stacione pa e ditur se për sa kohë do të vijë autobusi, e aq më pak se çfarë po ndodh me transportin urban. Много се чека автобус. А защо не знам? Еве чекаме 65-ка и така. Колко време? Колко време? 20 минути. И аз 20 минути. 45 минути. 35 минути Да, чекате? да. Која бројка? 65 isto. Pa 30 minuti čekam. Da. Pa može i poveće ima. Da, nema. С автобуси, а не са редовни. Не. Чека долго? Ова ЕСП е више ГГ фирма. Знаете, нема нафта, нема шофери, нема делови и ние ки си чекаме овде. Кој не прашува нас? Ние граѓаниме катастрофа. Не бива тоа ништо. Колко се чека долго? Па долго како? По сат време чекаме. Па да, зашто ли читам? Nga ndërmarrja e qarkullimit publik mbeten në komunikatën e ditës së djeshme, ku njoftuan se kanë marrë një njoftim nga furnizuesi me gaz natyror se do të kenë ndërprerje të furnizimit me gaz, gjë që sipas ndërmarrjes mund të shkaktojë reduktimin e disa linje të transportit publik, veçanërisht ato që përdorin gazin si lëndë djegëse. Sipas informatave tona, problemi me furnizimin me gaz natyror për autobuset e ndërmarrjes është zgjidhur, por në terren gjendja përsëri ishte e rënduar. Javë më parë kishte edhe reduktim nga ana e transportuesve privat për shkak të borxhit që ndërmarrja kishte ndaj tyre. Pas pagesës së një sasie të borxhit, transportuesit privat u rikthyen sërish në qarkullim.